Dhe këtë djali nguli ka me bojftarin gati agjerushëm djali ri 15 vjet. Dhe ka qita të farë të nxjerën me vlunë diqka. Edhe o kotë pa ka i ka thonë të pëshej një tro dhe sa të vlën. E ka nëzat gjumi flajti i ri ju flan me i herë. Kë buku dame thët kër e pash që vanu e shkove tha shokve vëllaj vanu dhe qka djale që ka bot të kësyrën qa ka. Kur shkoj flajt të nxjera për vlen ajo ora mu kot një tro me pushu për kanë zat gjumi. E në gjumë po kesh një të kesh në tëmbel. Thëm ka dale të bëjun e bukën mës tja nëzirë gjumë le të flenë le të pushan kur o qumë për gjumë të pëtë më bëha halal se pas ka pas zat gjumi që onë e bëj gati dhe thash jeti pusha onë e bëj gati edhe i thash më trega pse keshe tha o kam pa një andër shumë të mirë e shumë të mbel tregon për e zetë zotë të qëfar andër pe tha po shanë rraq se u futa në një kopsht madh i bukur i gjelbërt. Mrena në atë kopsht të shka një pallat i mirë la ilaha illallah nuk mëshe me përshkrue perdet e lëshumë në posht i ndërtuar prej argjentit. Thot kur do vajza treja e qunë perde nalt edhe qëtën krytën dritare për më këqyrin muë ftyrat e tyne që të shinuri dhe drit. Thot dhe në afrova drejtyne e ato pëthojnë jojo ti nuk i e për neve. E pëthot njona tjetërës ky është burri i mërdijes. E pëthëm kusha mërdia thanë hin mërana shka që atje nalt e gjenë dhe thë të futa mranda kur futa mranda mahnita pe bukurive të mëdhate ati pallati ati mrana diko nalt i shka një shtrat i pa përshkrushum dhe në tëmi shtrat një bukuroshe që mës të miruj ka Allahu syt pa të në mënku pe i nurit dhe dritët sajna dhe të ati shtrati. Thë dhe një afrova në atë asajna e bona tër me shkua me përqafuat gru. Thës ma boni jo nalu pa thët mirë se erdhe o veliji Allahut o i dashni Allahut ti je për mu dhe unë jam për ty tash nuk bën më prek me dorë takimi jonë është nesër pas dreke dhe më dul gjumi kjo nuk o do me kuptoj mirë që ka dhe me thamë e ka kuptu fort mirë komentimin e kësaj andre e po i thët o birë hajrë inshallah andrë të mirë pas ke pa inshallah hajrë o zët edhe bojnë iftar pushojnë atë natë edhe nisen drejt frontit edhe afrohen në front ende këpë të regon vetash të dhe subhanallah me ngjezja nisëm luftës na sulmëj armiku befasi pasul munaj na sulmëj edhe na sulmëj thët sulm të vrasht shumë e murë shpaten i pari kë djali o nisë në front të fut mrena edhe ashtu që kështë të thonë ma heret një me kështë të qenë i aftë shumë shejtari mirë edhe mbyti shumë njerës o largun paksarë me qëtë thëtëne i shkova djalit edhe afrova me kali afer e thash o më glësh ik më rapa lena neve dalim në të parë ti e djali ri na jena ma të pjeku nëse ti e luftoj ma mirë se ti ik më rapa
Tha po to aq. Ase kënë dëgjua jetën Kur'anor, ja ejuhallazina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar. Ase kënë dëgjua jetën Kur'anor ku thot Allahu, o ju musliman, kur të takoni armiqt në luft, mos gaboni mja kthy shpinën. E ti po do mja kthy në shpinën, në xhehenem po do mund që mua. Qa me thonë? Tha të munua me bind kur ka ardhë edhe një sulm edhe ma i randë se sa sulmi i parë. Në rëken me të shtirë më shrikt i dhujtartë. Dhe më humbi lidhja mes meje dhe tina prej luftës të madhe, beteja madhe që përbohet. Më hupi. Dhe zgjati sa zgjati kjo luft deri sa dikur mas dite përfundoj. Dëvran prej anës tonë musliman sa dush. Po edhe pejty në sa dush, edhe ata o largoni shpart Allah i Zoti. Ky pa thëton e galen kryesore kisha qysh me gjithë ku me djali që ka boni Zoti me ta. Edhe hypun kali qashtu na për gjenaze për heci deri sa penin një za, pa thot thërna agjen e buku damen e se njehne. Kër nita zanën zbrita pe kalit edhe afrova nga. Ju kishte mush ftyra me gjak, nuk e njofta. E këshin shkel kualt. Ish bot gjak, krejt gjak. Ves në za, dhe kër ma përmeni emnin se nuk e njofta. Ja nisa po kaj e pjafshi gjakon me këmi shteme. Po thot pse po kanë? Mos kaj, edhe gjakën mos ma fshi me këmi shtane, po me këmi shtem. Me ma fshi gjakën. Pa aq, Allahu ja përënej nanës hedijen e vetë. Sepse nana kër ja kishte dërzu e djale, kër kishte thanë djalit më nisë me shku atje, i kishtë që e durët për pjetë e kishtë thanë o zëtë. Kjo është djali vetëm i jem, është loqka dhe shpirti dhe zemra jem. Ma pranëm mu hedi o Zoti jem ki djal, e takohë me babën e ti dhe me dajt e ti atje në xhenet. Thëtë Allahu ja pranaj nanës hedijen, me rekit këmish me gjak, e qaja nanës le të bindet se Allahu ja pranaj hedijen. Kër e shëh gjakin tema jo bindet, ryshe nuk bindet. Thëtë aq, që ato hyria që i pashun e dja andër, tash për i shëh me sy. Thëtë kë nuk më isha me nalë vajnën e të i kajt, e nuk desha që ka me thanë, dhe në fund thash hëdo en la ilaha illallah, po anna Muhammadur Rasulullah, dhe i dul shpirti, dha shpirtin vëglushin. Shkajta Allah.